Do futet Balluku në burg? Më thonë se po. Puna është që ka futur Balluku. Më thënë, ajo shkën zinxhiri shkë i gjatë. Për shembull, përpara Ballukut, i pari fare, u fut Saimir Tahiri. Tjere bark madh, pse nuk më ndihmon me emra. Pas kush e futi jo më ezë, kush e llogarit Lefteri është ushtar i thjesht, nuk ka figure. Saimir Tahiri ishte ministri i brendshëm, ishte personalitet, ishte ministër kampion u quajtej. Dhe i doli një super kampion Erion Vilje dhe e çoi në burg. Erioni tani me radhën e tij kemi thënë ju vërsul, Erioni ju vërsul dhe e çoi në burg këtë tham Saimir Tahiri, një kunjeri. Erioni nga ana tjetër duhet të ishte një figurë më e madhe saj, këta figura, nuk flasim për Lefter kokën pa kokë, ne flasim për njerëz që janë të rrezikshëm për katrilindjes. Dhe ju vërsul Erion Viljet, ju vërsul kjo Balluku. Balluku është ajo që i thoshin jo shtriga, jo këte, jo ande. U përplasën, edhe e çoi në burg me ndihmën e Partisë Demokratike dhe i lidhur rand me Këlliçin. Nuk e di e transmetoni ju, po e dini vetë atë punë. U lidh me Këlliçin edhe me të tjerë të Partisë Demokratike dhe e çoi Erionin në burg. Tani kanë dalë ca të tjerë, kemi thënë ne, që kanë dalë një ministre këtu që kërkej tifuz Brylin në Ballukut. Mirë, po Balluku din shumë, ka bërë shumë, kishte frikë se mos e merr. Kush është kjo? Nuk janë pa emra ato, nuk flasim me emra do gjeni. Edhe kjo, kur filloi tham ne të flas, që jam duke përmendur her pas here, por nuk po ashtu, kur filloi të flas atje për t'i futur Brylin, kësaj stërkamsin Ballukut, i doli Rama dhe i tregoi se sa miliona, sa mijëra euro ka prishur, ka shpenzuar për të bërë, domethënë për të bërë ndërhyrje estetike në vagin. Edhe tani ka mbetur puna, ka mbetur peng. Derisa të dalë një tjetër për ta spostuar Ballukun nga rilindja, që është e vështirë të bëhet, ajo Balluku do jetë aty. Megjithatë, është duke u këmbgulur nga ndërkombëtarët që Balluku të shkojë në vendin që e meriton. Dhe do shkojë, apo çfarë, do shkojë që ka shkuar Arben Ahmeti, se harrun Arben Ahmetin. Arbeni e kishte tepruar ai me të gjitha kur u bë garip edhe pa kur bërë Arben Ahmeti mos mbet të djalë me kam vishte ato breket me figurën e tigrit. Lere mos e nga, si jemi bërë. Unë uroj të shkenë në burg të gjithë ata që kanë vjedhur dhe ata që kanë vjedhur para këtyre, të shpëtojmë një herë mirë se këta e kanë rrepur këtë vend, e kanë bërë që nuk ka vend, domethënë më për rinin. Nuk lën hapësirë. E kanë mbërthyer të dyja palët janë në bashkëqeverisje, se në bashkëqeverisje i duan edhe evropianët për shkak të politikave integruese. Janë në bashkëqeverisje, mos mendoni se janë të ndarë, kështu bëjnë sikur që të mos futet ndonjë forcë ose në diçka e re. Edhe ata të rinj që nisën janë bërë me të zinjtë të zinjt, edhe s'kemi të bëjmë. Prandaj është futur në një rreth vicioze gjithë shoqëria dhe njerëzit kanë vetëm një rrugë për të kërcet përpjet të kalojnë tutje kufirin e të ikin. Kalojnë njëri sha, njëri levdon, kalojnë këtu poshtë lartë si qullat, edhe as nuk bëjnë, as nuk kthejnë, as bërtasin, as thrasin. Shkena hani tas qullat, tas fasule, diçka, ka që kanë zgjidhur këtë. Kjo është mbijetesa për këta që rrinë këtu, tjerët dalin e ikin andej, sepse shohin se çfarë duhet bërë. Polarizimi jashtëzakonshëm i shoqërisë, ndëshkim zero dhe ku s'ka ndëshkim ka polarizim. Prodhim s'ka hiç, dhe ndryshimi ka për të ardhur kur filloi prodhimi. Në qoftë se nuk fillon të prodhojë Shqipëria, në bujqësi, blegtori, industri, diçka, s'ka ndryshim. Se këta që janë e kanë paran kështu. Dhe kur fillon prodhimi, fillon qarkullimi i paras ndryshe, edhe fillon rishpërndarja e paras. Ate janë duke luftuar, prandaj dhe nuk e lejojnë as të huajtas të vendit, domethënë armiqtë e Shqipërisë, nuk e lejojnë që në Shqipëri të ketë prodhim. Dhe në qoftë sa për sa kohë që s'do të ketë prodhim, do ketë vetëm ndërtim dhe shërbim, import, s'ka për të patur ndryshim. Aja ka futur këmbët në një këpuc Balluku Ramës? Ku di shumë i fut Ramës, Rama i gjatë. Kush i fut këmbë me këpuc atij. Ata sa të mujtë sala mja fut këmbë. Që i bëllë edhe kjo i gjatë e i furt, për sa s'monët, s'ki që i banë atij. Do arrestohet Balluku? Ajo, kur ta gjykojnë gjykata. Sa ta gjykojnë ato, pastaj vendas gjykata. Futet në burg Balluku? Edhe ndoshta nuk e di, këto duket më shumë çështje politike se sa çështje drejtësie gjyqësore. Tani se po bëjnë sa për show. Jo, nuk po bëjnë sa për show. Dikush e don Ballukun në burg, ndoshta nuk ka gjë për të futur në burg. Megjithatë, kushdo që të ketë bërë për burg, unë them që jemi gjithë një lloj para ligjit. Edhe Balluku dhe tjetër, por më duket si politike, më duket një luftë midis
prokurorisë dhe qeverisë, domethënë. Se mendoni se s'ka vjedhur Balluku asnjëherë? S'ka bërë korrupsion? Duhet na bindin ne ato. Ne jemi popull në çka duhet na bindin me argumenta me ato, dhe tjetri duhet futen në burg pasi të vërtetohet që ka vjedhur, duhet të dënohet tjetri, duhet të ketë argumenta që ka vjedhur. Po me tunelin e Llogaras. Sa di tunelin e Llogaras, nuk jam që të merrem me atë punë, ato e dinë, kur ka kontrolle shteti, ka çdo gjë, dalin ato gjëra, nuk asnjë gjë nuk fshehet dot. Po fillove me një kontroll shteti, çdo gjë dihet. Dihet ka inxhinier sa duhet që dihet, ka bë kaq lek, pse është dhënë me kaq lek etj. Po mu po më duket më shumë, me thënë drejt, më duket si politike. Duket si politike. Edhe këtu ka gabime të gjithkujt në fakt. Se këto ngaherë kur nuk i merr gjërat seriozisht dhe me korrektësi, pastaj ky fundi është i keq. Pra ka gabime më të madh, se thatë që kanë gjithë gabime. Gabime të gjithë kanë gabime. Nuk mund të themi faje, po të gjithë kanë gabime, po gabimet më dhaj kanë këto që bërtasin për arrestime, për më shumë. Këto kanë gabime, që bërtasin, sepse tani ne kemi vrasës dhe s'po dënohen. Dhe kërkojmë të futen, dhe duhet futen në burg edhe vrasësit, po njëherë fillohet nga vrasësit, pastaj vazhdo me të tjerë. Si e pak fare socialist? Jo, pse themi drejt, kur flet tjetit drejtën nuk është socialist. Unë jam shumë demokrat në shpirt, por nuk ju pëlqen ndoshta këtyre të tjerëve, po kështu fillohet, kështu është ajo. Fillohet nga vrasësit, pastaj shkoket të tjerë. Dhe të gjithë para ligjit janë barabartë. Unë jam 70 vjeç, e kom jetu këtë situatë që nga viti 90, unë kom marrë pjesë në rrëzimin e bustit të Enver Hoxhës, unë personalisht, me 20 shkurt të 91. Por ne s'pam asnjë gjë, bëm gjitha test, rrezikum dhe jetën në atë kohë, se nuk ishte kollaj në 91 të merrsh një iniciativë të tillë. Dhe sot jemi prapë gënjur, akoma ne luftojmë me vjetërsira, ka komunista, ka kështu. Komunistët po si janë në udhëheqje akoma. 13 vjet pse s'është futur asnjë në burg? Urdhra? 13 vjet pse nuk është arrestuar asnjë? Si për 13 vjet. S'është arrestuar, se tani mori kjo prokuria, gjykata tani po merren me këto krerët, me të mëdhejt, janë morë me të vegjëlit faktikisht, janë futur në burg për një parkim makine, për mos pagim dritash, nërsa për vrasje kanë vrarë njerëzit, ashtu nuk është futur kush në burg. Edhe tani ndoshta gjykata po, edhe kjo më pëlqen që të gjithë deri te kryeministi para ligjit duhet të jenë barabartë. Rama ka thënë që kur të marri pushtetin do t'i arrestoj, po s'po arreston asnjë akoma. Ata që vjedhin. A vash se nuk do të thotë se i ka të gjitha në dorë Rama. Gjyqësorin duket se e ka dikush tjetër në dorë. Kush? Ne po i shohim për ditë, po gjyqësorin e ka dikush tjetër. Nëse dikush nuk arrestohet, mund të ketë diçka ke gjyqësori, mendoj unë. Po Rama krenohet për reformën në drejtësi. Krenohet, ka fillu, diçka po bëhet, por aty ku duhet shkoj nuk ka shku reforma në drejtësi. Sepse ato janë, ato ish prokurorë, ato njerëz që kanë qenë që në 91-shin, akoma ato janë. Dhe ato kanë rishët dhe vetë, dikush është emru nga dikush, tjere. Pra, janë emru, mund t'i kenë detyrime, dikush shtyhet akoma, se ka sekuenca politike, ka segmente politike që... A i e bëri reformë dhe me këtë reformë i ka larguar sa gjyqtar? Ka largu disa gjyqtar, po jo të gjithë ndoshta. Jo të gjithë. Mendoj unë të bësh një reformë e tillë, ma vërmenja dhe unë që s'jam gjyqtar, më kap diku ajo reforma. Jo gjyqtar. Po dhe unë që s'jam gjyqtar, po mundohem për të folë si gjyqtar, që duhet folish drejt e të veprosh drejt, po dhe mu diku mund të më kapte, po t'i kapi ma shumë. Flasim realitetin, tani të desha të them dhe diçka. Nostradini që ne majmë figura më popullore, tha njëherë fola drejt dhe më dolën 2 sytë sa 2 domate, edhe drejtën nuk e do kurkush. Ato nuk u pëlqen, jo të drejtë, populli shkret të drejtën do. Po ato që kanë bëu gabime nuk e duan të drejtën, se ju djegi çika jo. Aja ka futur këmbët në një këpucë Balluku Ramës? Si? Aja ka futur këmbët në një këpucë Balluku Ramës? Pucën me i kamë, ma dërmë sot Edi Ramës kur s'ja ka punë. As Balluku? Qa Balluku, qa është Balluku? A këta në politike për zotë nuk kam qenë ushtarak dhe se kam shumë dëshirë. Po ka bërë ligja, po s'ka bërë, unë njofë
I njoftë dhe ka pas njoftë edhe tjatët janë ka pas njoftur. Nga i gëzonte popularitet shumë. Ballukut? Gjyshi. Kështu që me vjen keq, është vajzë e re, por nuk ka gjithë shka. Do futet në burg thua Balluku? Ka bërë detyrimisht. Shëqyrë Zotit, që unë s'ka pas punë me drejtsin, se të hash dynjon, Shqipe, sa për njerëzit nuk punojnë fare, absolutit, shumë përgjegjshmëri e madhe. Njerëzit kanë plot halle. Pse merr parlamentin analisht ligj 7500 kg, a janë vrarë do rritën prap. Unë jam këtu Tiranës. E di problemin gjithë. Kështu unë falënderoj gjithë. Çfarë ka thënë Enver Hoxha për Beqir Ballukun? Tash unë nuk e di atë se çka ka thënë Beqir. Unë e di se çka ka thënë, po nuk më intereson fare e punë. Se unë kam qenë me detyrë një detyrë super speciale. Ka thënë, unë s'kam qenë edhe bërë brez politike, çka ka thënë tash në televizor thonë gjithçka. Po se çka ato e di. Kështu që me vjen keq për popullin, me vjen keq shumë. Si pa punësia më dhe brezëri nuk e ka punën. Neve na kanë rap rreshtet. Unë kam punuar 30 vjetë në ushtri. Kam qenë ushtar në kufi, që ti se di fare, ky zotnia mund të ketë pas rast, mund të ketë njojtur që shkloni, që edhe gjarpri duhet merr të leje të hynë të këto shqiptare. Tësa tash janë hapur portë të gjitha në ikë. Hynë derë, hynë dosë, hynë droga me kueje, me kamare, me mushka, me drejtë, me gjithë gjë. Me vje keq për nin. Po vjen kohë tjetër, vete keni votuar, po nuk funksionon. O di që demokracia funksionon me 3 shtylla kryesore. E para punës, respektimi i njëri tjetrit. Në anën tjetër, ne kemi marrë pushkën, edhe ja fusin njëri për një grevishë makine. E dyta, respektimi ligjit, asë njofim fare ligjin në mënyrë absolute. E treta, respektimi pronës. Gjithë thonë, kushtetuta kështu, po kur vjen punë në praktikë, absolutisht, asnjëri se bën këtë punë. Kështu që do vuja ka më Shqipëria. Ja ka futur se s'bën, më në fund s'ka që bëj më. Futet në burg Balluku? Se besoj, Pse? Nuk ka bërë krime apo do shpëtoj? po është i madhi që se lejon. Ja ka futur të dy këmbët në një këpucë Balluku Ramës. Jo, në asnjë mënyrë, përkundazi, ata janë bashkë. Kjo është për show, thua që nuk do futet Balluku në burg. Është vetëm ndonjë presion i jashtëm se këta politikantë e brendshëm bëjnë sikur zihen, dalin dhe në rrugë protestojnë, lën parlamentin dhe nuk mbrojnë popullin të drejtat e popullit. Ta janë vetëm për vete dhe kundra popullit, kundra demokracisë, kundra drejtave të njeriut. Dhe ikos konkretisht kjo është që shqiptarëve t'ju mohojnë puna nga ky shtet, është shtet kriminal, që nga parlamenti dhe gjithë klasa politike, parlamenti 11 majit duhet o të shpërndahet, o të korrigjoj ligjin 7703, ta pastroj nga nenet 9, 13 dhe 11. Gjykata kushtetuese s'ka bërë detyrën, parlamenti s'ka bërë detyrën kundra ligjit të pensioneve. Neni 79 që është neni i vërtet që dokumenton dhe mbron punën e shqiptarëve. Ta janë kundra punës shqiptarëve, ja mohojnë dhe i vjedhin. Edhe këtu nuk ka drejtësi, nuk ka media të pavarura, nuk ka drejtësi dojnë që të mbrojë të drejtat e njeriut, është i gjithë shteti kundra demokracisë. Çdo institucion është kokë poshtë, është burokratik, propagandistik dhe antiligjor. Ky është shteti shqiptar. Ka vjedhur Balluku? Po nuk diskutohet ajo, jo Balluku, po këtu s'ka ngel pushtetar pa vjedhur. Qa Balluku, ky shtet hajdutësh. Shteti shqiptar është band hajdutësh parti shtet. E përmbledhur kështu. Pozit e opozit janë gjithë bashkë me mediat, bashkë me shoqërinë civile, bashkë me sindikatat levat e partisë, se levat e partisë i ka zëncuar opozita ati në shesh. Del opozita shkatron me molotov, kurse unë dal mbroj godas krimi shtetëror të organizuar të vjedhjes pensioneve dhe tek mua një njeri vetëm përdoret policia se i shqetësoj. Po i shqetësoj se unë jam me të vërtetën, jam me matematikën, mbroj ligjin 773, neni 79, dhe jo nene 13 që janë nene hajdut, që thonë detyrim ligjor paguaj qytetari. Po detyrimi ligjor e ka biznesi, dhe këta janë tërë bashkë edhe Ministria Përgjegjëse, sipas neri 100 që është Ministria e Ekonomisë, është kundra ligjit,
kundra popullit, vjedhin popullit.